ajo që është tragjike për mua është mënyra se si po sakatohet, po varfrohet, po përshëndohet shqipja edhe kjo me sa duket është një vuajtje për të gjitha gjuhët. Tani më është futur virusi deformues i komunikimit shpejt nëpër telefona, shkurtimet, heqja e për shembull shenjave të piksimit. Viktima e parë e gjuhës shqipe, jo sot, po e para që kur hyri kompjuteri i parë këtu në këtë vend është ë-ja. Edhe ç-ja. Edhe ç-ja. Dhe unë më kujtohet kur shkova në Ministrinë e Kulturës, unë vura një job për ata që i bënin shkresat pa ë, dhe unë nuk firmosja shkresa pa ë, pastaj u bë e tmerrshme sepse që në fakt te kompjuteri është shumë e thjeshtë, ti bën vetëm një manovër aty dhe ti tani kanë dalë dhe tastiera. Ti mund ta përdorësh ën edhe s'ke problem, por imagjino tani në celularët e në këto megjithse ë-ja ka dalë tastierat më është do shfaqet dhe zhduket sipas masës përdorimit, po është një katastrofë. Ka ardhur koha për një reformim kurrikular në arsimin e mesëm të lartë, sidomos në lëndët e gjuhës dhe letërsisë, në mënyrë që të arrijmë të vrasim sadopak analfabetizmin. Ne rikthyer gjuhën. Por në shkollën e mesme, se kishin hequr fare. Tani unë kërkoj një rikthim tjetër. Unë kam luftuar atëherë dhe i thosha gjuha shqipe duhet të rri deri në universitet dhe duhet rri deri në fund. Kam thënë qysh atëherë që ne gjuhën shqipe duhet ta fusim në të gjitha radhët, në të gjitha nivelet e shkollimit, dhe tjetë me detyrim. Dhe kush nuk flet shqip dhe kush nuk shkruan shqip s'duhet marrë diplomë fare as për asgjë tjetër. Si kudo. Kështu kam menduar unë. Por nga e thëna në të bërë është mes një detitër edhe vetëm një konkluzion pozitiv ka kjo për mua, që janë gjitha këto prova që nuk jam ai diktatori që shumë kush mendon, po në këtë rast për fat keq. Unë mendoj që çdo gjë plus që ne bëjmë për gjuhën dhe çdo gjë plus që mund të bëjmë duhet marrë shumë seriozisht, sepse do të na varfrohet dhe do të na humbas për masa që nuk mund të imagjinohen, po që edhe pastaj përbëjnë humbje që nuk kthehen dot më mbrapa. Eksakt, po. Kështu që për këtë arsye unë jam absolutisht mbështetës i çdo lloji ideje të kësaj natyre.